Tani vazhdojmë të flasim për një fenomen të rrallë natyror. Nëse shiu kur bie konceptohet si një pastrim i mjedisit, shiu që ra mbrëm në qytetin e Gostivarit e ka bërë të kundërtën. Shiu jo i zakonshëm nuk ishte ashtu siç e kemi mësuar, pa erë, pa shije dhe pa ngjyrë. Përkundrazi, shiu ishte i ndotur. Por çka thon kompetentët për këtë dukuri, do ta mësojmë nga kronika në vazhdim. Autolarjet në qytetin e Gostivarit sot kanë pasur punë më tepër se zakonisht. Nëse shiu kur bie konceptohet si një pastrim i mjedisit, shiu që ra në orët e para të ditës së martë në qytetin e Gostivarit e ka bërë të kundërtën. Çatit, balkonet e shtëpive, automjetet, ombrellat dhe gjithçka që pati kontakt të drejt për drejt me shiun u ndot me balt. Kjo flet se nuk është një balt e zakonshme dhe karakteristike e vendit ton. Ky fenomen tek disa qytetarë të Gostivarit zgjoi kurreshtje. Mirpo, profesori gjeografisë Tema Ademi hedh paragjykimet e njerëzve që thonë se kjo është si pasojë e ndotjes së mjedisit apo atmosferës në përgjithësi. Ademi thotë se kjo është pasojë e rrymave ajrore që lëvizin nga kontinenti i Afrikës. Masat ajrore që kanë ardhur nga Afrika kanë sjellë me vete edhe sasi të mëdha pluhuri. Era ka bërë që këto re të ngjiten lart dhe në momentin kur është formuar shiu, ato janë bashkuar me ta duke e krijuar baltën, thot profesori Ademi. Ai gjithashtu nënvizon se një fenomen i tillë nuk ka lidhje me ozonin. Ai sqaron se nga shkretira e Saharës vjen pluhuri në sasi të konsiderueshme, madje edhe në formë rreshje. Shpeshherë prej andej vjen re pluhuri gjigante, që duken shpeshherë si re të zakonshme, por që në fakt janë pluhur, por në qoftë se kombinohet me shi, del në formë balte, përfundoi Ademi.